Kjo është ndërtesa ku ka nejt oficert e armatës Jugoslave për para. Ne kemi thënë dëmi armatës për para. Kjo rruga kënej shkën për shtime dhe këtu e kam bon rrethin. Kam bon nën kalim, nën tokë, me kalu me kere. Edhe këtu e ka me rritën kryetari i komunës Agimaliu, që në ta me ont e ka rregullu. Që edhe kënejna këtu janë policia, Ferizajt, këtu rrugët janë të rregullu që shumë më mirë. Ka me ardha nena, kënejna shkojnë të spitalit tash për para Ballonta, kënejna qendra shkolla ekonomike. Edhe kryetari Agimaliu është i pari në Kosovë që ka punu më të shumti komunën e Ferizajt. Edhe është një njeri adhetar dhe asë gjë nuk e kam, vetëm punë e tim ka shti me bon këtë film këtu, se e ka zbukuru. Po derit në ishin rrugët, njerëzit e bojnë kiamet, mshela një u qela një, kur në ishin të një lavdrugut. Teatri në Ferizaj, kësaj dhe rruga për qendër, e kjo shkolla ekonomike. Kjo shkolla ekonomike, këtu kom dera, ku kemi mësu 4 vjetë në shkolla ekonomike. Klasa e më kom qëtu, me bërim hoqë, me qëtë najmë Beshirin. E atje u kom peko të Pevqovish, tashti unë rrujerin Derada. Se në Jugoslavi u kom peko të Pevqovish, edhe se një huj nuk bëhët të jyti. Dhe me thonë, këtu nuk kanë qenë të Jugoslavis, asë Sërbis, pa të Kosovës, edhe tash ka mon remnin Jërenin Derada, të shkrimtarit të shkërqyshëm. E këtu ka qenë shkolla ku mi ka me bërim hoxhim në Beshirin, e plët shukë e shuqe këtu. Po tashte pas ka ndryshu këtu, shkallët i kanë hije këtu, edhe pas ka mbyllë derën krejt. Edhe këtu ndërtesa për para nuk kanë qenë, që e shfar ndërtesa. 4 vite kemi bon këtu në shkollë, të mesmen ekonomike. E këtë shkollë ishtë peko të Pevqović, që u thef këtë shkolla fillore, tash jeri në Derada, ka punu edhe vlavi në nëstem, me i vogli, Isak Guta, kish pasdon matematikë shkollën fillore këtu, 50 dhe 8. Edhe da Isak të një ka ikë pastaj, Macedoni, për Macedonis, në Gjermani, në Hamburg, edhe në Hamburg e ka kalu një kohë. Gjatë atje ka punu për edhe dhe i gjithmonë, e ma në fund erdhit e unë këtu në Kosovë, edhe tha malisht më qune për shoqërinë se unë kur shkoj në Gjermani edhe më nuk kthehna. Pse nuk kthehna i gjallë sepse kam në rrujet. Edhe erdhe qua në për shoqërinë, ka shku me autobus në Shqipni, u taku me shokët vetë prap, u kthy në Gjermani e vërtet pas një muaj 2, vdeshe erdhe këtu e kemi vërdhus me nderinjme me të mirë.